Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe jetoj në Tiranë vetëm me vajzën time. Ajo është gjithçka që unë kam në këtë botë. Ka ditë që kur e shoh duke fjetur qetësisht në dhomën e saj, më duket e pabesueshme sa shumë mund të durojë një njeri vetëm nga dashuria për fëmijën e vet. Kanë kaluar 6 vite që nga divorci im dhe edhe pse koha ka ecur përpara, ka plagë që nuk mbyllen aq lehtë sa mendojnë njerëzit. Kur u ndava nga burri, vajza ime ishte ende shumë e vogël. Nuk kuptonte shumë nga debatet, heshtjet dhe tensioni që kishte kapluar shtëpinë tonë prej vitesh. Por gjithsesi, ajo e ndjente këtë gjë. Fëmijët i ndjejnë gjithmonë gjërat edhe kur ne mundohemi t'i fshehim mirë. Martesa jo nuk përfundoi nga një tradhti e madhe apo nga ndonjë skandal si ato që dëgjojmë në përlagje. U shkatrua ngadalë, dita ditës, nga mungesa e respektit, nga fjalët e këqija dhe nga ndjesia që unë po humbisja veten pranë një njeriu që nuk më shihte më si partnere, por si barr. Në fillim durova shumë, si shumica e grave. I thosha vetes që gjërat do ndryshojnë, që ishte periudhë vështirë, duhej të mendoja për vajzën, por një ditë kuptova se po rritja një fëmijë në një shtëpi ku nuk kishte më as qetësi dhe as dashuri. Kështu që ikam. Nuk ishte as pak heroike si që imagjinojnë disa njerëz kur dëgjojnë fjalën divorc. Nuk ika me valixhe elegante apo me ndonjë ndjenjë lirie. Ika me frikë, me ankth, me një vajzë të vogël për dorë dhe me pyetjen që më vriste çdo ditë. Si doja dal vetëm? Në fillim jetua me qira në një apartament shumë të vogël në periferi të Tiranës. Muret të lageshin në dimër dhe verës me zimerje frymë nga vapa. Kishte net kur numëroja lekët në tavolinë për të kuptuar nëse do na dilnin deri në fund të muajit. Dhe prap duhej të buzëqeshja para vajzës time. Kam bërë çdo lloj pune këto vite. Kam pastruar shtëpi, kam punuar në pastiqeri duke u zgjuar në 4 të mëngjesit, kam shitur rroba në një dyqan ku pronarja na trajtonte sikur po na bënte nder që na paguante. Madje për një periudhë kam shpërndar edhe reklama në përpallate vetëm që të mos më mungonin lekët për qira dhe shkollën e vajzës. Ka pasur ditë që jam kthyer në shtëpi aq e lodhur sa më dhemte gjithë trupi. Por sapo vajza më hidhej në qafë dhe më thoshte, "Mami, më ke munguar", më dukej sikur gjeja përsëri forcë. Ajo ishte arsyeja që unë nuk jam dorëzuar kurrë. Sot ajo është 14 vjeçe dhe po rritet shumë shpejt. Ndonjëherë kur e shoh duke u bërgati për shkollë, më duket sikur koha më ka ikur nga duart pa e kuptuar. Ka filluar të kuptoj më shumë nga jeta, nga vështirësitë tona dhe shpesh mundohet të mos më kërkoj gjëra vetëm sepse e di që unë nuk ja dal dot. Dhe kjo më dhëmb akoma më shumë. Asnjë fëmijë nuk duhet të rritet duke menduar sa kushton gjithçka. Muajt e fundit jeta ishte bërë edhe më e vështirë. Puna në dyqan ishte mbyllur dhe prej disa javësh po bëja pastrime në për shtëpi private që mi gjente një grua nga lagja. Nuk ishte as pak punë e lehtë. Hyrja në shtëpi të huaja çdo ditë më bënte të ndihesha e padukshme. Disa njerëz as nuk më shikonin në sy ndërsa unë pastroja dyshemen. Por kisha mësuar ta duroja edhe këtë gjë. Një pasdite ndërsa po kthehesha në shtëpi me autobus, telefoni më ra nga një numër i panjohur. Mendova se mos ishte ndonjë punë tjetër dhe u përgjigja. "Përshëndetje", tha një zë burri në anën tjetër. "Ma kanë dhënë numrin tuaj për punë." U ndjeva menjëherë në ankth. "Po", i ktheva. "Kam nevojë për dikë që të vi disa herë në javë në shtëpinë time për pastrim dhe ndihmë me sistemimin." Zëri i tij ishte i qetë, i rregullt, ndryshe nga njerëzit me të cilët flisja zakonisht për punë. Më dha adresën dhe më tha të shkoja të nesërmen pas dite për t'u takuar dhe për të parë nga afër çfarë duhej bërë. Pranova menjëherë sepse nuk kisha luksin të refuzoja punë. Por nuk e dija ende që ajo telefonat do ndryshonte shumë më tepër se sa vetëm gjendjen time ekonomike. Të nesërmen u zgjova herët si gjithmonë. Vajza kishte shkollë dhe unë, ndërsa i përgatisja mëngjesin, po mendoja vazhdimisht për telefonatën e natës më parë.
Në kokën time bëja llogari pa pushim, sa do paguesha, nëse do më mjaftonin lekët për faturat e muajit, dhe nëse ndoshta më në fund po hapi një derë më e mirë për mua. Adresa që më kishte dhënë burri ishte vetëm disa kilometra larg pallatit ton. Kur shkova pas dite për ta takuar, u habita kur kuptova se ishte pikërisht komshiu i një pallati pranë nesh. Një burr që e kisha parë disa herë në zonë, por me të cilin nuk kisha folur kurrë gjatë. Quhej Adrian. Ishte 48 vjeç, i qetë, në pamje të parë, gjithmonë i veshur thjesht, me një lloj fytyre që të jep përshtypjen e një njeriu të lodhur nga jeta. Më tregoi se jetonte vetëm prej vitesh, pasi ishte ndarë nga gruaja dhe se 2 fëmijët i kishte jashtë shtetit. Shtëpia është bërë shumë rëmuj dhe sinqerisht nuk po ja dal dot vetëm, tha ai duke buzëqeshur. Në fillim nuk më duk çuditshëm, përkundrazi sillej me edukat, fliste qetë. Apartamenti ishte i madh, por duke i qartë që aty jetonte një burr vetëm. Rrobat e hedhura pluhur kudo dhe një heshtje e rëndë që ndiej në gjithë shtëpinë. Ram dakord që të shkoja 2 ose 3 herë në javë për pastrim dhe sistemim. Për mua ishte një ndihmë e madhe. Ditët e para gjithçka shkoi normalisht. Shkoja pasi lija vajzën në shkollë, pastroja, sistemoja dhe largohesha pas disa orësh. Ai zakonisht rinte në sallon me laptop ose dilte për punë. Ndonjëherë më pyeste për jetën time dhe gradualisht filloi të më tregonte edhe për të tijën. Më foli për divorcin, për vetmin dhe për faktin që shtëpia i dukej bosh pa fëmijët. Sinqerisht e kuptoja atë ndjenjë sepse edhe unë e njihja shumë mirë vetmin. Një pasditë e verës shkova si zakonisht për të pastruar. Vajza ime ishte tek një shoqe klase dhe e dija që do vonohesha pak më shumë atë ditë sepse apartamenti ishte shumë rëmuj. Po pastroja kuzhinën ndërsa ai rinte në sallon duke parë televizor. Atmosfera ishte e qetë, ndoshta pak më e heshtur se zakonisht. Kur mbarova pothuajse gjithçka, mora çantën time dhe shkova drejt derës. Por sapo kapa dorezën, kuptova që dera nuk hapej. Mendova se ishte bllokuar. Provova përsëri, prap asgjë. Në atë moment dëgjova zërin e Adrianit pas meje. Mos ik. U ktheva menjëherë, ai ishte ngritur nga divani dhe po më shikonte ndryshe nga herët e tjera. Nuk ishte më ai burri i qetë dhe i lodhur që kisha parë prej javësh. Në dorë mbante çelsat dhe atëherë kuptova që ai kishte kyçur derën. Ndjeva stomakun të më lidhej menjëherë. Çfarë po bën? E pyeta me zë që më dridhej. Ai nuk u përgjigj menjëherë, vetëm më vështroi gjatë sikur po mendonte si t'i artikulonte ato fjalë që kishte në kokë prej kohësh. Mos ki frikë, dua vetëm të flasim pak, më tha. Por mënyra si po më shikonte më bëri të kuptoj që ajo pasdite nuk do mbaronte as pak si ditët e tjera. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh u ndjeva e pambrojtur. Qëndrova për disa sekonda pa lëvizur ndërsa ai mbante ende çelsat në dorë. Zemra po më rrihte fort dhe në kokën time po kalonin mira mendime njëherësh. Hap ma derën, i thash. Ai uli syt për një moment dhe pastaj foli me një zë shumë të butë, më shumë nga sa unë e prisja. Nuk dua të të bëj keq, vetëm nuk përgjigj mënyrën si të ta them. Ti më pëlqen shumë prej kohësh. Në atë moment ndjeva një përzierje emocionesh. Habi, nervozizëm, por edhe një lloj keqardhje për vetmin që dukej qartë në fytyrën e tij. Ai më tregoi se që kur më parë kishte bërë ato vështrimet në pallat, kishte filluar të më vërente gjithmonë më shumë. Më kishte parë duke u kthyer nga puna, duke mbajtur qeset e marketit, gjithmonë duke u munduar të dukesha e fortë. Puna e pastrimit ishte thjesht një justifikim për t'u afruar me ty, pranoja ime në fund. U ndjeva shumë keq, nuk dija çfarë të thoja. Një pjesë e imja u ndjej tradhtuar nga mënyra si e kishte bërë, por një pjesë tjetër e kuptonte që ai ishte thjesht një burr shumë i vetmuar që kishte zgjedhur mënyrën e gabuar për të shprehur ndjenjat e tij. U afrua ngadalë dhe më dha çelsi në dorë. Më fal, nuk duhet ta kisha bërë në këtë mënyrë. Hapa derën menjëherë, por para se të dilja u ktheva edhe një herë nga ai. Mos e bëj më kurrë këtë me asnjë grua, i thash. Ai pohoi me kokë pa folur, për disa ditë nuk shkova më aty. Kisha nevojë të mendoja qartë dhe të largohesha nga gjitha ajo situate çuditshme. Por pas një jave, ai më telefonoi vetëm për të më kërkuar falje. Dhe çuditërisht aty filloi diçka ndryshe.
Jo një histori e menjëhershme dashurie, por një afrim i ngadalt mes dy njerëzve të lodhur nga vetmia. Sot, pas shumë muajsh, ai është ende pjesë e jetës time. Vajza ime e respekton dhe për herë të parë pas divorcit shtëpia ime nuk më duket më aq bosh. Sepse ndonjëherë jeta të frikson para se të t'jap një mundësi të re për të qenë e lumtur.